Leonida, të përshëndes, duket se në Durrës ka nisur sezoni veror që në prill, apo jo, çfarë thon prenotimet? Përshëndetje Kassandra, në fakt për gjatë viteve të fundit duket sikur sezoni turistik veror po shtrihet në kohë në qytetin e Durrësit, kjo falet edhe temperaturave optimale që ofron ky qytet, ndërkohë që sipas operatorëve turistik këtu në qytetin e Durrësit, sezoni turistik veror bazuar edhe nga prenotimet që janë bërë disa muaj më parë pritet të nisë tashmë në mes të muajit prill dhe do pritet të përfundojë nga mesi i muajit nëntor, pra kemi një shtrirje në kohë të sezonit turistik veror, për mos të përmendur faktin që qyteti i Durrësit e përgjatë muajve të tjerë frekuentohet masivisht nga turistë të huaj, të cilët në çdo lagje të qytetit të Durrësit apo në zonat bregdetare, sikundër edhe në zonën e Vollgës, ku ndodhem aktualisht, i gjen qoftë në muajin dhjetor, qoftë në muajin janar, pra janë të shtrirë në çdo periudhë të vitit të vizitat në qytetin e Durrësit nga ana e turistëve të huaj, të cilët e frekuentojnë këtë qytet masivisht, jo vetëm për tashmë turizmin detar, le të themi, por edhe për arsye të tjera, pasi qyteti i Durrësit afron një stër turizmi, pra siç është turizmi arkeologjik, turizmi turistik, edhe qyteti i Durrësit i ofron këto gjëra dhe prandaj edhe qytetin e Durrësit tashmë, sikundër e thamë edhe pak më parë, është një qytet që i pret në çdo periudhë të vitit turistët nga vende të ndryshme të mbar botës. Për më tepër detaje për sa i përket këtyre fakteve, u kam bërë një intervistë me njërin prej operatorëve turistik këtu në qytetin e Durrësit, është zoti Blerim Nora, të cilin e ndjekim dhe rikthehemi sërish bashkë. Këtë vit sezoni fillon pak më herët dhe gjithë strukturat akomoduese në qytetin e Durrësit kanë filluar përgatitjet për sezonin turistik. Duke qenë se ky vit turistët parashikohen të vinë tani në muajin prill, pra jemi një muaj më herët se sa viti kaluar, kjo tregon që sezoni do fillojë para kohe. Mendoj që ky sezon do jetë një sezon më i gjatë, duke qenë se fillon një muaj më herët dhe mbaron një muaj më vonë. Plazhet do jenë më të mirë menaxhuara dhe kjo do ndikoj pozitivisht si për strukturat akomoduese dhe për turistët, por edhe për ata klientë dhe qytetarët e Durrësit që duan të rrinë nëpër plazhet publike. Parashikohet që prenotimet e fundit marrin rreth muajit nëntor, pra shpresojmë që ky sezon do zgjasë paktën minimalisht 6 muaj deri në 7 muaj. Dhe kjo do jetë diçka shumë e mirë, jo vetëm për hotelet dhe strukturat akomoduese, por edhe për vetë qytetin e Durrësit, pasi këto janë turistë të cilët konsumojnë kohë, konsumojnë para në qytetin e Durrësit, pra nëpër strukturat e Durrësit, nëpër restorantet, hotelet. Mirë, Leonida, ndoqëm kështu edhe intervistën që ti ke kryer me një prej operatorëve turistik. Unë falenderoj edhe për raportimin e drejtë për drejtë se takon nisjes së sezonit veror